Çfarë ishte kulla Babelit, krenari njerëzore apo ndërhyrje hyjnore? Historia e kullës Babelit është një tregim biblik rreth përpjekjes së njerëzimit për të ndërtuar një kull që arrinte deri në qiell. Historia zbulon shumë më tepër se sa thjesht një ndërtim të dështuar. Ajo tregon pasojat e dëshirës së njerëzimit për të sfiduar autoritetin e Zotit. Sipas librit Zanafillës, njerëzit u bashkuan për të ndërtuar një qytet me një kull me majën në qiell, duke synuar të bënin një emër për veten e tyre. Kjo ambicie pasqyronte krenari njerëzore, një dëshirë për ta ngritur veten mbi Zotin. Bashkimi i tyre nuk ishte i rrënjosur në adhurim apo bindje, por në një sfidë të përbashkët ndaj planit të Zotit që ata të mbushnin tokën. Zoti u përgjigj dhe ngatroi gjuhën e tyre, duke bërë që njerëzit të shpërndaheshin nëpër gjithë botën. Kjo ndërhyrje hyjnore e ndaloi projektin duke nxjerrë në pah kufizimet e ambicies njerëzore dhe nevojën për përullësi përpara Zotit. Kulla e pambaruar shërbeu si një kujtesë e qartë e unitetit të thyrë të njerëzimit dhe pasojave të kërkimit të pushtetit pa udhëheqje. Kulla Babelit simbolizon tensionin midis ambicjes njerëzore dhe sovranitetit hyjnor. Ajo shërben si një kujtesë e madhështisë së vërtetë që vjen nga nderimi i Zotit, jo nga sfidimi i tij. A e shihni kullin e Babelit si një paralajmërim për krenarin apo një mësim për përullësinë? Më shkruaj më poshtë. Zoti bekoft.